paradoks që në aspektin ligjor besoj që opozita do ta ketë një adut të fortë që të arkimoj të gjitha këto ankesa dhe të delë në aspektin juridik me një përgjigje. Por lind pyetja, kujt i shkon në favor e tëra kjo përplasje dhe si është e mundur që kemi... A i shkon do kujt në favor kjo përplasje? Po definitivisht ju e dini që na jemi shëndru, ose po e them ndryshe, Kosova është një arenë e vëzhguar nga shtetet të ndryshme europiane dhe botërore, është ngulfatur me shërbime të ndryshme dhe nëse dikush fiton nga shkatrimi ekonomik i Kosovës dhe nga zbrazja e Kosovës fitojnë vetëm armiqtë e saj shekullor, dhe nëse në këtë drejtim do të fitojë dikush, kush fiton më tepër se Serbia dhe Rusia? Zoti Kërxhaliu, sa është e drejtë kritika që e pam dje që qeveria në detyrë ja ka bërë odës ekonomike, kur thotë që nuk ka arritur të bëjë asgjë për të përgatitur bizneset? Çfarë roli duhet ketë oda ekonomike për të përgatitur bizneset? Në rend parë, nëse analizojmë vendet e rajonit, po dhe ato evropiane, roli i odës ekonomike të shtetit am është i pakontestuar. Në rend të dytë, sot po ta bëni një anketë në Kosovë për odën ekonomike të Kosovës, të gjithë do ta etiketojnë, do ta ofendojnë, mirëpo asnjë prej tyre nuk e din të vërtetën që është institucioni vetëm që funksionon në bazë të ligjit mbi odën ekonomike të Kosovës, i miratuar në Parlamentin e Republikës Kosovës, është i vetmi institucion kredibil që është antar i barabartë, pa 1244, pa unë mik dhe fusnot në Eurochambers, në International Chamber Confederation dhe në World Chamber Association, është themelues kjo odë ekonomike e forumit të odave të Ballkanit perëndimor dhe të kesh një qasje të tillë armiqësore nga një institucioni aq të rëndësishëm, vërtet është absurde. Mos harroni, ardha në qeveri, në veçanti e ministres Hajdari, nuk ka filluar me strategji zhvillimore, po ka filluar me grumbullimin e grupit punues për të hartuar ligjin për themelimin e një ode të re ekonomike. Paramendoni, kjo odë ekonomike është themeluar në vitin 1967, 63 vjet i ka kremtuar vitin e kaluar, dhe të ketë këtë qasje armiqësore ndaj, vërtet kjo ndodhet në Kosovë, në Kroaci, në Maqedoni, në Maltezi, në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe në Serbi, bartësi i diplomacisë ekonomike dhe i kampanjave për tërheqje të investimeve dhe investorëve të huaj është oda ekonomike e atij shteti. Dhe duhet gjithmonë oda të trajtohet si partner dhe jo si diçka që duhet të luftohet. Sa më shumë që luftoni sot odën ekonomike të Kosovës, ajo është dëshmi që jeni kundër sektorit privat dhe luftoni sektorin privat. Dhe në fund të fundit është e pamundur dhe është e pa akceptuar të ndëgjohen fjalë të tilla që kinse oda ekonomike i lobon ose i pengon, kur dihet fare mirë që oda ekonomike nuk ka buxhet apo linjë. Për qytetarë është më rëndësishme. Oda ekonomike e Kosovës nuk ka linjë buxhetore nga shteti, jeton nga aktivitetet e veta dhe shërbimet e veta dhe jeton nga antarësia. Dhe si mund të diktoj dikush tek antarësia si të veproj? Prandaj është një frazeologji që mund të besoj vetëm ai që e ka thënë, por realiteti është diametralisht i kundërt. Dhe vërtet, nëse mendoni të bëni për biznes, avanconi dialogun, mbështetni sektorin privat, mbështetni asociacionet, sepse nëse je kundërshtare e mendimit tim, nuk do të thotë që ju keni qasje armiqësore ndaj meje. Në fakt, nuk ishte vetëm oda ekonomike e Kosovës, e cila kishte reaguar për duke përthirë kështu drejt qeverisë, ishte edhe oda ekonomike amerikane, pra ishin gjitha subjektet ekonomike që mbrojnë bizneset në këtë rast. Mirë po, zoti Kërxhaliu, a ka diçka që mund të bëjë shteti, qeveria në detyrë, shembull, diçka konkrete që mund të bëjë për të mbrojtur bizneset gjatë kësaj periudhe të tranzicionit, nëse vetë është e domosdoshme të hyjet në tregun e lirë? Në rend parë duhet kuptohet një e vërtet që dje ka qenë vërtet në aspektin moral një fitore sektorit privat dhe komitetit biznesit, po thadë më herët. Po është e vërtet që është tregu dje një unifikimit të gjitha odave dhe asociacionet të biznesit që nuk ndodh shpesh në Kosovë dhe kjo duhet të respektohet. Në rend të dytë e tëra kjo pakënaqësi mund të zgjidhet me një vendim qoftë të kryeministit, qoftë të rregullatorit, dhe besoj që prolongimin dimenzionin kohor është hapi i parë, dhe e dyta nëse kjo kosto pas ka me qenë 54 milion apo parafërsisht një kosto të tillë, ju po e shihni që ka buxhet të pashfrytzuar, ka mundësi që të realokimit dhe me një vullnet politik apo qeveritar apo institucional, ky problem mund të zgjidhet shumë lehtësisht. Nuk po kërkon askush më tepër se një vit dhe besoj që brenda një viti do të qartësohet kush ka monopol në Kosovë, nëse nuk ka monopol, kush janë kompanitë që kanë të drejtë
të